Kodet e Matrix 2. Ja ku takohemi në një video të re me material të padëgjuar më parë nga ju. Fillojmë këtë pjesë të dytë me disa kode që ti i përdor çdo ditë, por unë do t'ju sjell bashkë me kodin dhe historikun dhe domethënien dhe se ç'është ajo fjalë për Matrixin. Kodi i parë që po sillim tani është kodi karriera. Ty të thonë sot, duhet të bësh karrierë. Apo jo, të ngjitesh, të arrish, të shohësh poshtë të tjerët. Por a e di ti nga vjen kjo fjalë? Fjala karrierë vjen nga latinishtja karraira dhe do të thotë rrugë për qere, pistë gare. Në fillim ishte thjesht rruga ku garonin kuajt, një shteg i drejt me fillim dhe fund. Dhe ja ku je ti tani në pistën e Matrix, në karrierë, duke garuar gjithë jetën, pa pyetur kurrë nëse kjo pistë ishte vërtet për ty. Ti sa po dëgjove fjalën karrierë e lidhe atë me suksesin. Suksesi është një tjetër kod që do ta sqarojmë poshtë. Le ta sqarojmë pak më thjesht karrierën pra, në mënyrë që ta kuptoni sadopak. Fjala vjen nga latinishtja, një gjuhë teknike që se fliste askush veç këtyre specialistave. Askush nuk di të thotë se nga erdhi dhe si u fut aty, dhe askush nuk pyet se përse u fut dhe sot në fjalor. Biles askush e futi që ti ta përdor sot këtë fjalë, që kuptimin e ka pas për pistë gare me kuaj. Të gjithë ata që e din shqipen e kuptojnë se ky kod mund të çmontohet nga shqipja, nga fjala qerja. Por çkodimi është një temë tjetër të cilës do t'i vi radha shpejt. Pra me sa po kupton ti aty që po sheh këtë kod ekzekutimi të pastër, që thot, ec tani, futu dhe ti në pistën e garës së kuajve. Garo, dili pari, lëri pas të gjithë. A të duket kjo normale? E më që jemi tek normalja, kap kodin e radhës. Kodi, normat, normalja. Hej, ti aty, a je normal? Ti sot përgjigjesh. Po, sigurisht normal jam. Duhet jesh normal, të sillesh si të gjithë, të bësh atë që bëjnë të gjithë. Nëse unë të tregoj historikun dhe etimologjinë e fjalës, ti do të kuptosh se si funksionon ky buton. Fjala norm dhe normalja vjen nga latinishtja norma, që do të thotë qengel marangozësh. Një vegël për të matur këndet e drejta dhe vijat e drejta. Në fillim, ishte thjesht mjet teknik, përdorur nga marangozët dhe ndërtuesit në lashtësi. Kështu na thonë, por ti askund nuk do gjesh dot as edhe një provë të vetme. Në shekullin e 19 me zhvillimin e statistikës, shoqërive industriale dhe sociologjisë, pra të gjitha këtyre kodeve të tjerë së bashku, fjala kalon nga kuptimi teknik në atë shoqëror, për herë të parë përdoret si sjellje normale, standarde normale. Normalja bëhet koncepti i turmës. Në vend që të jetë thjesht një vijë drejt në punën e marangozit, kthehet në një vijë të drejtë në mendjen e njerëzve. Statistika fut iden e norma distribucion.
Shpërndarja normale dhe shoqëria fillon të mas njerëzit, mendimet, sjelljet sipas kësaj shpërndarje. Norma, normalja, fjala nuk ka lindur nga natyra. Kjo fjalë nuk ka lindur nga populli i thjesht, është një kod i pastër i futur nga sistemi në kokën tuaj. Norma është një çengel, fillimisht për dru, pastaj për mendjen tënde. Në Matrix normalja është një vije drejt, e matur nga dikush tjetër, jo nga ti. Normalja është mënyra si të bëjnë të harrosh që je unik, të kthesh veten në kopje, në seri, në numër, në pjesë të sistemit. Pra, a di dikush nga ju të më thotë se para shekullit të 19, cilën fjalë kanë përdorur populatat për normalja? Askush nuk mund të shpjegoj, sepse në shqip shpjegoj do të thotë shpije në gojë. Pra, ti thjesht nuk ke më fjalë që të mi sjellësh me gojë. Gjithë kjo është e barabartë me nuk ke mendimin tënd sepse nuk ke fjalën tënde. Fjala që ti krijove me eksperiencën tënde mira vjeçare humbi. Dhe tani ti normale quan një çengel marangozësh. Thyerja e kodit. Tani fillojmë të thyejmë kodin që na është futur nga sistemi. Gjuhët teknike, ose thënë troq, gjuhët falso të krijuara në tavolinë, janë gjuhët që ka krijuar sistemi për ty. Thjesht ato janë kodet e Matrixit. Fjalë pa kuptim që, si shpjegim, ka një faqe libri nga bas. Ato fjalë nuk janë krijuar nga jeta e njerëzve, nga përvoja, ndaj janë të pakuptimta. Janë thjesht etiketa, kode. Kështu ti kodohesh nëpërmjet gjuhës, sepse gjuha është mendimi dhe kur këto kode futen në trurin tënd, atëherë të është futur mendimi nga jashtë. Ti kujton se po mendon vërtet, por në fakt po mendon ato që janë të dhëna nga të tjerët. Gjuha shqipe është shkoduesja e kodeve. Përse pikërisht gjuha shqipe do të thoni ju? Gjuha shqipe është e vetmja që ka më pak ndotje të tilla, fjalë kodike pra. Nëpërmjet një gjuhe natyrore ne mund të mësojmë se ç'është normalja. Çfarë ka qenë fjala që ka krijuar njeriu me anë të përvojës jetësore? Si e ka përshkruar këtë që ne sot e emërtojmë normal? Fjala normal në gjuhën shqipe ka hyrë nga shkolla. Pra shkolla, kjo shpikje e madhe e Matrixit. Kjo që në shqip zbërthehet me shkollimi e barabartë me shkallimi, nga folja shko dhe shka. Por le të përqendrohemi tek normalja. Për normalen shqipja ka fjalën e saj e drejtë, siç duhet pra. Pra fjala e vërtet shqipe për normal është thjesht drejt. Nuk është normale, thuhej, është e drejt. Shqiptari nuk ishte fjalë për normal, sepse ai nuk jetonte jetën sipas një çengeli të vendosur nga jashtë. Ai e quante o e drejt, o jo e drejt. Normalja është një shpikje e vonshme, një vije drejt e vizatuar nga të tjerët, për të matur ty. E drejt në shqip nuk është vetëm matje gjeometrike.
nuk është vetëm normë, qengel, nuk është vetëm rregull. I drejtë është një mënyrë ekzistence. Është një kod jetës, i etikës, i ndershmërisë, i sjelljes, i harmonisë me botën, me të tjerët dhe me veten. Çfarë do të thotë i drejtë në shqip? Në hapësirë, i drejtë është e barabartë me vije drejtë, as e shtrembër, as e përkulur. Në sjellje, njeri i drejtë është e barabartë me i ndershëm, i paanshëm, i pakorruptuar, nuk bën dredhi, nuk mashtron e nuk bën hile. Në mendim, me mend të drejtë, është e barabartë logjike pastër, pa ngatërrime, pa lajthitje, pa trillime. Në moral, njeri i drejtë është e barabartë me ndërgjegje e pastër, nuk bën keq, nuk dëmton askënd. Në marrëdhënie, mbaje e drejtë është e barabartë me mbaje të ekuilibruar, të drejtë, të paanshme, të shëndosh. Në vetë jetën, drejtë është e barabartë sipas rendit të natyrës, sipas rrugës së drejtë të jetës. Në shqip, i drejtë është e barabartë, është qendra e harmonisë. Në shqip, drejtë është e barabartë me dritë. Fjala drejtë në shqip vjen nga dritë. Dritë, drejtë, dritë. Sepse të jesh i drejtë do të thotë të ecësh si drita, të jesh i qartë, i pastër, i dukshëm, të mos kesh hile, të mos kesh dredhi, të jesh rreze drite. Drejtë është rruga e dritës, rruga pa devijim, pa hile, pa dredhi, pa kod, pa komand, pa virus, pa matrix. Në gjuhët e tjera nuk ka asnjë lidhje mes drejtësisë dhe dritës. Vetëm shqipja e ka, sepse vetëm shqipja është gjuha e dritës. Tani po të përsëris pyetjen që të bëra në fillim. Hey, ti aty, a je normal? Dhe këtu ti sapo theve një nga kodet e Matrixit. Sepse ti nuk je një qengel marangozi, por je një njeri i drejtë. Sot ty të vjen fatura e energjisë elektrike ngarkuar me një mal me taksa. Dhe ty të thuhet, hey, mos u mërzit, se kjo është normale tani. Pra nuk të thot, hey ti mos u mërzit se kjo është e drejtë. Dhe ti kupton se sistemi nuk është i drejtë, por është normal. Nuk është i ndershëm, por i manipuluar. Ti sa po theve një kod të Matrixit tani, dhe nuk je i kënaqur. Dhe tani vjen kodi tjetër për ty që sapo hape syt dhe pe që sistemi nuk është i drejtë. Kodi radhës, mendo pozitivisht dhe gjithçka do të shkojë mirë. Mendo pozitivisht dhe gjithçka do të shkojë mirë. E ke dëgjuar, e ke lexuar, e ke parë të gjitur në përmure, në Instagram, në Facebook, në përmuret e kafenes lagjes, dhe tani ai është në trurin tënd. Por prit një sekond, miku im, a e diti çfarë është kjo? Kjo është një komand, një tjetër kod i pastër i Matrixit. Mendo vetëm pozitivisht. Mos shih, mos pyet, mos analizo, mos fol për të keqen. Mos thuaj që sistemi është i kalbur, mos thuaj që jeta nuk është e drejtë. Sepse nëse thua Matrix të quan negativ, lere pastaj kur dalin disa tipa që të flasin për energji pozitive,
dhe energji negative. Por çfarë është ky pozitiviteti që të serviret? Ky kod, kjo fjalë vjen nga latinishtja positivus. Dhe çfarë do të thot? Do të thot i vendosur, i ngurt, i fiksuar, i palëvizshëm. Fillimisht përdorej për ligjet nga ana historike. Ligj pozitiv është e barabartë me ligj i shkruar, i vendosur, i dhënë nga dikush tjetër, i fiksuar. Ajo që në fillim ishte urdhër i shkruar, tani është kthyer në mendim të shkruar. Një ndalim për të menduar pra. Mendo pozitivisht. Mos fol për problemin pra. Mos thuaj që sistemi të grabit. Mos pyet pse bota është kështu. Vetëm buzëqesh, mendo mirë dhe prit mrekulli që nuk vjen. Ky është kodi që bën që njerëzit të heshtin, të pranojnë, të mos shohin e të mos mendojnë. Në Matrix pozitiviteti është mbulesa, një buzëqeshje plastike mbi një botë që po digjet. Një filtr Instagrami pra mbi një sistem që të vjedh, të mashtron, të grabit. Dhe pastaj të thot, mos u anko, mendo pozitivisht. Mos tërhiq energji negative. Ky nuk është më mendim, është komand. Një komand e ëmbëlsuar, e veshur me fjalë të bukura, e futur në trurin tënd si virus. Dhe ti mendon se po mendon, por në të vërtet po ekzekuton kodin. I vendosur, i ngurt, i fiksuar, i palëvizshëm. Ti mendon se kjo është një gjë e zgjuar që funksionon vërtet, dhe ti je i lumtur që e gjete. Ky është Matrix, dhe ky është kodi. Dhe tani ti e di. Unë e di që për shumicën nga ju këto janë paksa të vështira për të kapur. Sepse kush sheh të vërtetën, lakuricin, ti e sheh se je veç një asgjë. Se ke menduar veç ato që sistemet duan që ti të kesh. Shihemi në videon e radhës. Për ju që doni të bëheni hackersat e Matrix dhe të çlironi mendimin tuaj të vërtet.